Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një kastravec në ditë dhe nuk do të besoni çfarë do të ndodh me trupin tuaj. Konsumimi i kastravecit ju sjell përfitime shumë të mëdha shëndetësore që ndoshta ju nuk i keni dëgjuar më parë. Këtu ju do të mësoni disa nga përfitimet që do të merrni nëse konsumoni një të tillë në ditë. Hidratim shtesë. Kastraveci është i njohur për sasinë e tij të lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe njëkohësisht largon toksinat. Ju merrni 40% të konsumit të përgjithshëm të ujit nga ushqimet. Ai gjithashtu është i përbërë në masën 95% nga uji, pra nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Ka pak kalori. Kastravecët gjithashtu janë të paktë në kalori dhe ata përmbajnë afro 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj, ai është i pasur në vlera ushqyese, si për shembull fibra, proteina dhe njëkohësisht vitaminë C, K, mangan, hekur dhe gjithashtu fosfor. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese gjendet pikërisht tek fibrat në pjesën e jashtme të lëkurës së kastravecit. Humbistin në peshë. Për shkak të kalorive të pakta dhe të fibrave të shumta, kastraveci është favorit për sa i përket rënies nga pesha. Ndihmon në shëndetin e mukozës së gojës. Ul nivelet e stresit. Është i njohur gjithashtu si përdorues për uljen e nivelit të ankthit. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë më shumë baktere dhe do të eliminoni kështu edhe aromën e keqe të gojës. Sheqeri i ulët në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidantë të cilët reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Ul nivelin e stresit. Ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe të lëkurës. Kastravecat përmbajnë vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër dhe kalium, të cilat janë të rëndësishëm në krijimin e një sistemi imunitar mjaft të shëndetshëm, dhe kur trupi dhe sistemet tuaja imunitare janë të shëndetshme, shpesh kjo reflektohet në flokët tuaj, thonjt dhe në lëkurën tuaj. Përveç kësaj, tranguit janë të pasur me silicë, e cila është gjithashtu e nevojshme edhe për zhvillimin e indeve të forta lidhese të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar në rritjen e flokëve të shpejtë dhe njëkohësisht të fortë. Sipas një artikulli të botuar, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta të cilat kontribojnë në flokë të shëndetshëm. Gjithashtu përmban squfur që është më se i nevojshëm për formimin e keratinës për thonjt dhe flokët. Përmirëson tretjen. Siç e kemi përmendur në fillim të kësaj video, kastravecat gjithashtu përmbajnë edhe nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteret e mira në zorr, të cilat rregullojnë lëvizjen e zorrëve dhe ndërkohë nga ana tjetër parandalojnë në këtë mënyrë edhe kapsëllëkun. Kujdesi për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas ekspertëve, është e njohur gjerësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat, hulumtimi ka gjetur se zemra e lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrën më efikase të mundshme, dhe gjithashtu ju duhet të dini se hulumtimi ka treguar se kaliumi, kur është shumë i vogël, mund të kontribojë në sëmundje kardiovaskulare.
Ndërkohë nga ana tjetër, trangujt bëjnë pjesë në 4 zarzavatet më të kultivuara në mbar botën dhe njëkohësisht ato janë ushqimi i shëndetshëm për trupin tuaj. Madje shpesh është cilësuar si super ushqim i shëndetshëm për trupin tuaj. Ndërkohë nga ana tjetër duhet të dini se kastraveci hidraton trupin. Kur ju jeni shumë të zënë me punë dhe s'keni pirë ujë mjaftueshëm, kastraveci me patjetër që do t'ju vinë në ndihmë pasi ai hidraton trupin tuaj dhe në këtë mënyrë kur jeni shumë të zënë me punë, mjafton që të konsumoni kastravec të freskët i cili ka një përmbajtje rreth 90% ujë. Ai kompenson njëkohësisht ujin e humbur. Kastraveci nga ana tjetër lufton të gjithë nxehtësinë e brendshme dhe të jashtme. Ngrohja e kastravecit ju ndihmon ju kundër urthit. Përdoreni kastraveci në lëkurë për të përfituar kundër djegjeve nga dielli. Konsumimi i kastravecit nga ana tjetër eliminon të gjitha toksinat nga trupi juaj. Uji i kastravecit vepron si një fshesë virtuale duke larguar në këtë mënyrë të gjitha mbetjet nga trupi. Ngrohja e rregullt e kastravecit gjithashtu shpërbën edhe gurët tuaj në veshka. Ndërkohë nga ana tjetër kastraveci ka një përmbajtje të lartë të vitaminave A, B dhe C, të cilat të gjithashtu shërbejnë për të rritur sistemin tuaj imunitar dhe për të mbushur trupin tuaj me energji. Nëse ju e përzini kastravecin me spinaq dhe karrota, dobia e tij do të jetë akoma edhe më e madhe. Sigurisht, sipas informacioneve, ju duhet të dini se kastravecat sigurojnë të gjitha mineralet e duhura. Ato njëkohësisht janë të pasur edhe me magnez, kalium dhe njëkohësisht silikon. Sipas informacioneve, kjo është arsyeja pse shumë qendra spa përdorin kastravecin si një bazë në trajtimet e tyre. Kastraveci gjithashtu ndihmon në tretjen e ushqimeve dhe në humbjen e peshës duke qenë se ai është i pasur me ujë dhe nuk përmban shumë kalori, është tepër i përshtatshëm për njerëzit të cilët kërkojnë që të bien nga pesha. Rekomandohet gjithashtu që të përdoret edhe si një supë apo sallatë. Nëse nuk e preferoni shumë, mund ta kombinoni së bashku me kostin pasi del një kombinim vërtet i shijshëm. Ndërkohë, ngrohja e kastravecit ndihmon nofullat tuaja dhe siguron fibrat e duhura për tretjen. Ngrohja e përditshme e kastravecit është një mënyrë fantastike shumë e mirë kundër kapsllëkut kronik. Gjithashtu kastraveci ndikon në sytë tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka që shohim shpesh në qendrat e bukurisë dhe jo më kot është një mënyrë shumë e mirë kundër qeskave të fryera të syve duke qenë se ka veti antiinflamatore dhe në këtë mënyrë kastraveci lufton gjithashtu sëmundjet e ndryshme si sëmundjet e prostatës, të gjirit dhe gjithashtu kastraveci ndihmon kundër diabetit, ul kolesterolin, kontrollon gjithashtu tensionin e gjakut. Lëngu i kastravecit nga ana tjetër përmban një hormon i cili i duhet qelizave të pankreasit për të prodhuar insulinën dhe për të njohur të gjitha të mirat që ai sjell tek organizmi jon dhe tek pacientët të cilët janë të prekur nga diabeti. Kërkimet të gjithashtu kanë treguar se ata përmbajnë një përbërës i cili ndihmon edhe në uljen e kolesterolit. Kastravecat nga ana tjetër përmbajnë shumë fibra, kalium dhe magnez. Këta përbërës veprojnë për të rregulluar tensionin e gjakut dhe po ashtu kastraveci është mjaft i mirë në trajtimin e tensionit të ulët por edhe të lartë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.